Kë ke ti nipin e preferuar? Shiko, me gjithë të gjithë nuk më t'i daj. Vetëm atë nipin e vogël, Kristi quhet, ka marrë shkollën e lartë. I kujt është Kristi? E i gocës vogël. Ai më thot mua, o gjysh, je ilaç, do të thënë më ke ilaç mua. Edhe me të drejtën është me gjithë atë të gjithë, mos i... Të gjithë, po që mos t'i ndajmë ne. Jo, edhe sikur t'i ndaj... Pse me Kristin ti e ke lidhjen e veçantë? Po është, jo, me të drejtën, tash më tregoj drejt, kam patur një çunin e gocës madhe, atë dytin, atë e kam marrë 3 vjet në shtëpi me gjithë grua. Unë e gruaja e mbajt me të fëmijë se kur iku goca në Greqi, edhe e mbajt më shtëpi. E rrita, e çova edhe në shkollë, e çosha me benz. Çosha në shkollë këtu, edhe e kthesha prap. Edhe mirë, po tani është Anglia larg me puna, ti e bën 2 puna se to do bëjmë zëngjin. Po gjithë një lloj kam, gjithë më shërbejnë, me fjalë gjithë më presin. Edhe kur vete ha. Ti ke qenë Ali, ke ndarë kohë shumë me fëmijët? Që kam po fëmijët? Kur ke qenë më i ri? Gati 30 ca vjet kam fëmijët e mi që kam ikur. Ka shumë. Po ka ikur ti kur... Që në 90-ën. Doje ti që t'iknin fëmijët jashtë? Me të drejtën, le njerë që s'm kam pyetur, unë do të them drejt, po edhe ashtu e pa ndërsyeshme se ato janë më shkollë në unë një 8 vjeçare, kurse ato e marrën shkollat e mesme edhe për minjerët, teknikumin e minjerës, kështu që nuk mund t'i pengoja. Tani më thuaj në qikti, ti ke bërë vetëm 8 vjeçare. Po. Për të lindur linden Skrapar, pastaj erdhe këtu. Po, 4 vjeç në Kamës. Erdhe në Kamës. Si ka qenë fëmijëria jote? Me të drejtën, ne kemi qenë 9 kalamaj. Shumë kemi qenë. Po, s'ka rëndësi, prapë jemi gjallë, jemi gjithë tamam, nuk kemi sakat njeri. Edhe nana e baba, me fjalë 11 veta. Baba punonte, kurse nana merr shtëpiake se lindi çdo 2 vjet në një, nuk kishte mundësi me vajtë punë. E kishim një lop, kem patur njëherë në fillim një ca tokë, pula sa dojnë, mbaja, kush ishte i zoti. Edhe u rritëm, hika ushtar bëra 3 vjet në Sukë dhe kam bërë në repartin special të raketave. Qa ne erdha këtu, kam fillu punë në fermë prapë, u martova. Po gjimnazin nuk e bërë do? Me të drejtën nuk e di, për nuk e bëra. Sepse ma shumë pata qef që të mershe me traktorat. Më nishin për shkollë, dhe përfundojnë traktor? Edhe në traktor, o në pluk, o gjithë traktore për të punu tokat. Edhe kështu që e lam shkollën, po prapë nuk jam pishman, sepse kam punuar me të drejtën. Edhe këtu në fermë që kam qenë, poshtë 200 lekshit të asaj kohë, nuk bija. Tani, më thuaj pak për këtë kohën e minierës. Ku ke qenë minierë që shkollë? Në Valias kam qenë. Sa largë kishe nga... Në shtëpia. Fati tim, si me thënë, ja... Si këtu, jo... Sa kalon gardhin? Jo, aty bëjnë qikë më, 100 metrë. Ka qafër? Ka shumë afër. Do të thënë ka qafër, e kisha sa, pëthuj, isha në shtëpi me të. Për të ndjekur Real People, bëni subscribe në kanalin tim të YouTube-it, Flori Gjini.